Soros është term për destruksion në nivel planetar, e tërë bota e pa fytyrën e vërtetës ashtu quajtës shoqëri e hapur, të cilën e promovuan Sorosi. Në protestat në Washington u lënduan 7 punës policor, ndërsa 217 huligan u arrestuan, thuhet në kumtesën e sotme të VMRO-DPMN-s. Si shteksojnë nga partia, për Sorosin dhe mercenarët e tij nuk kanë rëndësi as sundimi i së drejtës, as demokracia, aq më pak vullneti i popullit. Mercenarët janë mercenare edhe në Maqedoni dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tërbimi në rrugë, sulmet ndaj policisë, demolimi dhe djegja janë shenjat e tyre mbrojtëse. Ashtu punojnë për shumat e mëdha duke i mbrojtur interesat e pronarit të vet. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë është eksponent politik i politikës destruktive të Sorosit kundër vullnetit të qytetarëve dhe ligjeve në shtetin tonë. Bandat e LSDM-s Soros në Shkup lënduan rreth 50 policë dhe shkaktuan dëme prej disa qindra mijëra eurove, vetëm për ta mbrojtur kriminalin e abolicuar Zoran Zaev dhe për t'i mbrojtur interesat e pronarit të vet të maskuar, me gjoja promovim të një lloj shoqërie të hapur, thuhet në kumtesën e VMRO-DPMN-s. Në të shtohet se Soros dhe Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë në Maqedoni e vetmja gjë që promovojnë në shkatrimin e sektorit qytetar, uzurpimi i mediumeve dhe tentimet për ardhje të dhunshme në pushtet kundër vullnetit të shumicës së qytetarëve dhe kundër të gjitha parimeve demokratike.